Shikues të dashur, tash pas këtij materiale do ta vazhdojmë me një bisedë tjetër në studio, emisionin këtu, dhe po I lexoj disa prej të dhënave dhe raporteve që I kemi si informata të fundit, pastaj do diskutojmë bashkë me ekspertin e ekonomisë Adem Çorolli se çka po ndodh në Kosovë, do thotë. Në vitin 2025 Kosova po përballet me sfida të konsiderueshme në tregun e punës, të cilat kanë ndikuar në rënjen e numrit të punësuarve. Raportet tregojnë për një mungesë në rritje të fuqisë punëtore, kryesisht për shkak të emigrimit dhe shkallës së lartë të inaktivitetit ekonomik. Do të thotë sa janë aktive dhe inaktiv, do ta tregojmë tash. Vetëm 43% e popullsisë në moshë pune janë aktiv, ndërsa 57% të tjerë janë inaktiv. Pra nuk punojnë apo nuk janë aktiv në këtë rast, edhe 1% shumë e lartë e kësaj kategorie apo janë kategori, janë gra në këtë kategori në fakt, dhe këto kanë ardhur sipas disa raporteve të fundit dhe edhe statistikave të tjera të cilat mund t'ju referohemi. Për ku qëndron problemi, çka po ndodh në Kosovë, pse po emigrojnë, do thotë edhe kryesisht rinia në fakt, po thuajse krejt familjet, se jo vetëm një I ri nga një familje, po merr pastaj edhe pjesëtarët e tjerë, e kjo vrehet edhe tek llogaritë tek trusti, që kemi një postim, thotë në vitin 2024, në dhjetor të vitit 2024, kanë qenë llogari aktive në trust rreth 452.000, në janar 2025 kanë qenë mbi 336.000, ndërsa dallimet që janë shuar këto apo janë mbyll këto llogari kanë qenë mbi 116.000. Ka më pak do të thotë llogari aktive. Çka po ndodh në Kosovë, do ta diskutojmë tash me ekspertin e ekonomisë. Mirëmëngjesi, mirë se na erdhët. Mirëmëngjesi, faleminderit për ftesën. Shumë kënaqësi që ju kemi këtu. Këto dhëna janë pak alarmante ajo, çka po ndodh në Kosovë. Realisht në botën e ekspertizës ekonomike janë të pritshme, bile dhe nuk janë reale, janë ende më të thella, sepse këtë e kemi prit, sepse Kosova rrezikohet nga 3 smundje ekonomike. Një është ajo bazike, mos funksionalja institucionale, mos stimulimi qeveritar dhe mos plani makroekonomik të një vendi dhe drejtimi në politika sociale. Kjo është thelbi që shkakton smundje të tjera. Smundje tjetër është inflacioni, që nuk menaxhohet nga vetë shtetari, ai vetëm paguan dhe nuk ka fuqi, dhe inflacioni pastaj shkakton disa degëzime të dëmshme, e ajo është pjesa e emigrimit, humbja e fuqisë punëtore, mbyllja e bizneseve dhe janë shumë shkaktar tjerë që janë brenda këtyre smundjeve. Po ajo që e bën edhe më alarmante është që deri tash Kosova ka humbë një treg të punës të sektorit privat. Këto të dhona I mbështeten komplet sektorit shtetëror. Këto humbje të vendeve të punës, mos them afër 70% janë potë sektorit shtetëror. E ku janë këto variabla, unë mund të them njëna është prej politikave ekonomike që e kanë quajtur superpuna, që unë gjithmonë e kam kundërshtu. Ne më mirë duhet të miremi me tregun e punës, sepse po ta kishim një ligj fleksibel të tregut të punës dhe të mos kishte dallime gjinore dhe mos ta dëmtonte aq shumë femrën ligji I punës, atëherë ne nuk do t'i kishim 550.000 femra në regjistrin e popullsisë dhe vetëm 140 apo 150.000 mos të kapën për shifre të sakt, janë aktive, nuk do të thotë që janë të punësume, po kanë hyrë punë, kanë mbajtur 6 muaj, janë dalë, janë hyrë 3 muaj, disa dhanë janë aktive. Domethënë jemi të folë për një numër të madh të nanave, të vajzave, të motrave, që nuk janë pjesë e tregut të punës. Pse? Është dënimi kryesor, është ligji Leonis, që parashek komplet barën të bërit biznes, komplet jalen biznesit. Para se ti stimulosh fuqinë punëtore me 6 muaj, me 3 muaj, me ofertat e fundvitit, ti duhesh të mirësh me gjëra bazike. Ato baziket janë profitabiliteti. Ku është profitabiliteti? Një ligj funksional. Marrjen e shembull te komuna, tek investimet kapitale, pendroj kahjen, kush e rrit ekonominë, kush e rrit punësimin, kush e gjeneron benefitet institucionale, kush bën multiplikimin ekonomik, bën investimet kapitale, bëhet shtrirja buxhetore në financimin e komunave.
komunat hapin pjesën e projekteve, hapin pjesën e tendereve, shtrojnë rrugë, ndërtojnë, bojnë multiplikim ekonomik dhe atëherë bizneset private përfitojnë nga këto projekte, përfitojnë nga këto tendere. Domethënë, ne i kemi komplet 70% e komunave i kemi në borxhe. 70% i kemi në thuja gati në bankrot. Kemi komunë që ka obligim 16 milion, 20 milion, 70 milion. A kupton? Edhe buxhet nuk ka çaq sa ka obligime, sepse është kontrata kolektive që ka qenë smundja e kësaj e këtij institucioni, se komplet Ministria e Financave kontratën kolektive javë ka lëshu barë komunat. Nuk e ka marrë për vete, bënë mbylljen ligjore, paguaj pjesën e vetëm çka e ka thellu krizën, sepse ata që po i marrin këto para, nuk janë vetëm institucionet, janë përmbarues privat, ata pe kanë edhe kostën shtesë për komunat. Nëse një borxh është 1 milion, ai nuk po është 1 milion, po shkon 1.200.000, 1.300.000. Ku janë ato para? Ato janë taksat e qytetarëve, nuk janë benefitet shtetërore. Do të marrim përsipër. Për atë mua, kjo shifër mu ka duk shumë e olt, sepse kush janë këta persona, unë mund të them janë të superpunës, të projektit Superpuna, ku është... Pse ju e keni kundërshtu projektin Superpuna, pse... Realisht, të rrallë janë ata ekonomist, apo ata eksperta që kundërshtojnë një financën punësimit. Po që ka ndodhë me sektorin privat, sepse ne nuk është të thone vetëm t'japim buxhet. Mendon që është keq përdorur në një formë kritikë? Kjo është ajo, sepse këta vetëm kanë dhënë pjesë buxheti, po nuk kanë pas proklamim buxhetor ose kontroll, apo reflekton kjo. Shembull, çka kanë bo bizneset? Ne e dihet që 70% e bizneseve i kemi biznese familjare. Kur është bo oferta për Superpuna, ata kanë punësu vajzën, djalin, familjar. Dhe i kanë marrë ato benefitet për 6 muaj ose për 1 vjet, nëse kanë pas akses për shtyrie, edhe kanë pushu aktivitetin. Pse në 2024 nuk në vrejt? Sepse ne kemi 4 periudha buxhetore, të mëne 2, 3 dhe 4, dhe ndajmë periudhën 12 muaj për 4 periudha. Dhe në 4 periudha këta janë paraqit që kanë përfitu brenda 2024, po 2025 që bën një pastrim general i të dhonave statistikore dhe në bazë këtyre të dhonave ka dalë në pa që ka dështu projekti Superpuna. Elementi dytë është ndalesat e benefiteve nga organizatat të huaja. Ne kemi pas shumë doktor, shumë teknik medicinal, shumë spitale që janë kanë funksional i aktivitetit punës me Caritas, me një projekt financues ndërkombëtar. Me urdhrin e Shtetit Amerikës ndaljen e këtyre benefiteve, edhe këto vendet punës janë mbyll. E kemi rastin e shumë ndërmarrjeve publike, shembull Postën, kur ju ka dhënë ofertë punëtorëve, kush don me ndërprej kontratën, ju ka dhënë kaq paga. Edhe këta janë aty. Pastaj hyjnë personat që kanë mbyll biznesin, që kemi një, domethënë, ti shohësh të dhënat statistikore e mbylljeve të biznesit në mars ose në prill. Ne si ekonomist kur e dim që tregu është fleksibil, kur në mars dhe prill hapet sezona e bizneset dhe ka hapje të mëdha të bizneset. Asnjëherë deri mas lufte, po flas prej 2000-s, nuk ka ndodhur që numri më i madh i mbylljeve të biznesit të jetë mars ose prill. Kur e dim që mars edhe prilli jep hapësirë të hapjes biznesit se hapet tregu. Domthonë mbyllja e bizneseve nuk ka qenë shtator, tetor, nëntor, dhjetor. Po tashmë kjo dëshmon që tregu i punës në Kosovë nuk është funksional. Ka dhënë shej pjesa e emigrimit, kanë dhënë pjesë që shej pjesa e inflacionit. Çka ndodhi me benefitet buxhetore? Prej një inflacionit 1.2, 1.3, 1.5 shkojnë 4%. Sa i kemi sot në prodhim? Kjo është dëshmi e rritjes energjetike deri në 150% sa për proklamojnë tash janë përfundim të dhënave statistikore. Rritja e energjisë elektrike është thelbi të bërit ekonomi. Tash është një barë ende me rënë që e pret shoqëri. Do t'i harrojmë këto çmime. Kemi rritjen energjetike të bizneseve. Ku do më thonë një biznes që ka qenë edhe publik, mos t'ja përmendi emrin, prej në 450.000 euro energji, do më thonë tash pagun 1.200.000. Po të pësë kështu direkt, ata merr mendja që biznesmeni ul fitimet e veta. Do më thonë, ajo shton atë barë mbi produkte.
shton atë barë mbi çmime. Që i rritë çmimet? Qashtu është. Domthon kur ne si shoqëri mund t'ja dalim, kur kemi industri të zhvillume, kur kemi zhvillim ekonomik, kur kemi rritje ekonomike, na gjithë pjesën buxhetore e kemi në pjesën e importit. Shikohe dallimin mes importit e eksportit, ju ka ofruar 10%. Domthon Kosova është gati si një shtet që komplet të varet nga importi. Kush dëmtoi këto biznese? Kush mbylli këto biznese? Kush ishin shkaktar të mbylljes të këtyre bizneseve? A është mbajt ndonjë forum ekonomik për këto smundje? A është bërë një thirrje ekonomike për këto smundje? A është marrë ndonjë mendimi, ndonjë ode ekonomike ose asociacionit komunave? Unë di unë bëj. Domthon, ignoranca e tepër institucionale. Po jo të gjithë shprehen kaq hapur gjëra se çka po ndodhen në vend. Dëgjom, ne ju kemi dhënë edhe këshilla buxhetore. Ne ju kemi dhënë edhe këshilla ekonomike. Ju kemi dhënë edhe këshilla mbi politikat fiskale. Po asnjëherë nuk janë drejtuar të paktën nëse nuk dëshirojnë të na ftojnë ose të na thirrin për mendim. Të paktën të i marrin këto. Cilat ju i shprehen. I bojnë funksionale dhe ta marrin lavdin, sepse sot lufta e institucioneve tona apo udhëhecësve qeveritar tonë është më e madhja kush është më i suksesshëm. Jo kush ka impakt në zhvillim. Nuk i intereson a mbyllën bizneset. Nuk i intereson a ka fuqi punëtore. Nuk i intereson a ka rritje të çmimeve. Qëllimi është kush po jetë në pjesën e pozitave dhe kush duhet lavdrohet në pjesën institucionale. E kur i marrin parasysh këto shifrat që kanë dalë, sa ishin 57% inaktiv pavarësisht që kanë moshën për të punuar, a mendoni që janë shumë këto shifra? Realisht kjo është një dallim, ju i shihni vetëm si 57 edhe 43. Po t'i bojnë degëzimet e kësaj 43-shit, besoj që do të vijmë në 30. Sepse ta ju 43, hynë edhe përfitus pensional, hynë edhe pjesën e lehonave, hynë edhe personat që kanë dhënë ndërheqje ose kanë paraqit 100-200, sepse kjo humbja 116, janë edhe këta persona që kanë dhënë ndërheqje shembull nga policia, nga FSK-ja, nga mësimdhënia dhe kanë migru jashtë. Po për një vit ju ruhet vendi punës. Këta kanë zavendësu, domethënë për një vend pune figurojnë 2 të punësuar. Sepse i ruhet vendi punës me kontratë dhe figurativisht ai është aktiv në vendin e punës. Domethënë, ne institucionet e vendit nuk guxojnë. Cili do digaster, qofshin Ministria e Mbrojtjes, qofshin e Arsimit, qofshin cilat do digaster, nuk guxojnë të marrin guximin edhe ta publikojnë sa persona janë jo aktiv në vendin e punës. Sa kanë migru, sepse është shifër e tmerrshme. Është shifër alarmante. As në gjendje lufte nuk kemi kësi migrimi. As në gjendje lufte nuk kemi mbyllje kaq të bizneseve. As në gjendje lufte nuk kemi kësi pakënaqësie mbi vendin e punës. Me cilin do institucion hyn dhe pyet zyrtarët e saj. Domethënë janë keq të pagum, keq të paguar, nuk kanë mbikëqyrje institucionale, kushtet e punës i kanë të tmerrshme. Unë nga ky kënd i lavdëroj çdo doktor, çdo teknik medicinal, çdo mësimdhënës, çdo ushtar dhe çdo polic që bën më të mirën. Për mua, prej periudhës 2022 tek ne, deri sot, ata janë hero. Po të shkosh dhe të shikosh spitalit me çfarë kushte janë të punu. A janë duke punu me kushte të njëjta që kanë qenë, nuk janë zhvillu, nuk kanë përparu këto kushte, apo tash po duken edhe më të vështira për shkak të inflacionit që kemi edhe çmimeve dhe vështirësive të tjera cilat kanë ardhur gjatë këtyre viteve? Realisht na bëjmë dallime vetëm financiare. Nëse një doktor më herët ka pas 800 euro pak dhe me një inflacion 1 ose 2%, ka pas kursime personale ti 300 euro ose 200 euro. Shporta e konsumit ka qenë e lirë, jetesa ka qenë e lirë, dhe kursimet kanë pas të lira. Sot, edhe po të ishte paga 1200 euro, vazhdojmë tutje, energjia 115%, shporta e konsumit ka lënë mbi 130%, shpenzimet tjera institucionale dyfishohen, inflacioni është në rritje, pjesa e migrimit. Janë këto krejt shkaktartë që ma nuk kemi edhe familje të mëdha, që kush përkon mund të jeton, kush përkon mund të kontribon. Domthon kjo është ajo që është duke dëmtu tregun dhe që ma
jo vetëm i sektorit privat, po edhe i sektorit shtetëror, nuk është duke e pa të ardhmen si punësuar në këto institucione. Sepse nuk ka as pjesën e sigurimit shëndetësor, që ka qenë proklamim që 6 vite funksional kthehen në buxhet. As ligjin e punës, nuk e ka, as garancionet edhe benefitet institucionale që i takojnë me shtet, e ki rastin e policisë, që e ki edhe pjesën e sindikatave që ka protestu. Domthonë punëtori nuk ka të drejtë atje ta zgjedh apo pagu pushimin ata merr me pagesë, apo ta vendos vetë pushim pa pagesë. Domthonë vetëm janë ndajnë orë 50 pa pagesë, 60 pa. Nuk ja parashe ato ligji. Kush është mbi ligjin? Se po të respektohet edhe shtrirja buxhetore nëpër komuna, nuk do ta kishim këtë problem. Po të marrte përgjegjësi institucioni mbi këto funksionalitete, nuk do ta kishim këtë problem. Ju më herët e përmendët që edhe paguhen kesh, pra paga nuk është e mire, përmendëm edhe ju vetëm një herë. Sa është vlera e punëtorëve në këtë rast? Realisht, më herët ka qenë vetëm pjesa buxhetore. Ne, për 4 vite kemi pas një rritje koeficientit, ka qenë 50 euro. Jemi të full për muj e që i ka ra me pag 3, 5 deri në 10%. A variojnë këto rritje tjera ekonomike me 10%? Kush ishte ajo baza, ose ajo bara, ose ajo dami që ju bo shoqërisë? Ka qenë paga minimale. Rritja e pagës minimale pa asnjë një mendim dhe asnjë një konsult në sektorin privat. Se vetëm 1% e vogël punojnë në institucione shtetërore. Gati 80% janë institucione sektorit privat. Me rritjen e pagës 350 euro, firmat nuk patën kapacitet të paguajnë më 40 punëtor. Dhe për gjysmun, 20. Me rritjen e inflacionit, përsëri firmat të kurën. Ne vetë si shoqëri, mund të adim vetëm me ambientin familjar sa kemi pas punësum dhe sa kemi tash. Futemi në markete, sa ka pas punëtor atëherë dhe sa kemi tash. Futemi në institucione, do më thonë kanë fillu komplet digitalizimin, duke fillu nga sistemi bankar, nga institucionet, nga pjesa e sektorit privat, nga pjesa e prodhimit, nga pjesa e industrisë. Sot nuk i kemi edhe ato çmime në treg. Për shembull, këta e quajnë si pagë mesatare 450-500. Unë e pës çdo çift, jo me fëmijë. Sa mund t'ja dalim ne me 450 euro në fund të muajit? Benefiti kryesor i vendit tonë është që ne nuk kemi qira. 95% e qytetarëve të Republikës të Kosovës jetojnë në shtëpitë e tyre. Se po ta kishim edhe një barë qira, ne do të ishim edhe ende më të varfër. Po ne nuk do të proklamohemi. Ne jemi populli me pagën minimale më të ultën në Ballkan. Ne jemi popull me punësimin, me humbjet punës më të madhen në Evropë. Mund të them edhe në Evropë. Ne kemi statistikat të migrimit më të larta dhe në gjendje lufte. Kemi edhe statistikat edhe pjesën e mediave, që janë pjesë e mediave. Statistikisht jemi me shtete komuniste, renditemi me shtete komuniste, ku media është lloks. Të më thonë, ne arrim që për 4 vite të jemi mbi këtë funksion. Kush e shkakton këto? E shkakton mos përgjegjësia edhe e shkakton mosdia qeveritare. Personat adekuat nuk janë aty. Domthonë kemi ministrat financave që më shumë jep mendime juridike kushtetuese se sa të jep mendime mbi investimet kapitale. Çka duhet bërë tash? Realisht, vonesat institucionale janë ato që po japin dritën dhe ne ende nuk e dim çka kemi humbur, por ne do të kuptojmë tash çka do të humbim. Kemi miliona projekte, qofshin në komunën e Prishtinës, qofshin në komuna të tjera, që mos funksionalizimi institucional do t'i merr ato. Kemi marrëveshjen, embargon me Amerikën që do t'i dëshmoj Kosovës që është në rrugën e gabuar. Kemi shumë projekte madhore të organizatave ndërkombëtare dhe organizatave të huaja që Kosova nuk mund t'i bën funksionale. Nuk po flasim për 100.000, 200.000, nuk po flasim për 1 milion. Po flasim gati së gjysma e buxhetit Republikës të Kosovës, sepse ne e dim, projektet madhore asnjëherë nuk kanë qenë më funksionale pa përkrajen ndërkombëtare.
pa stimulimin ndërkombëtar, pa financimin ndërkombëtar, projektet madhore nuk mund t'i bën Republika e Kosovës, nuk ka dhe buxhet. Pa një kredi dëbutë ndërkombëtare. Domethënë ne aplikojmë për kredi ndërkombëtare kurse buxheti i Republikës flen. Domethënë afër 60% e buxhetit. Vetëm 900.000 kemi investime kapitale, mbi 3 miliardë gjysmë buxhet. Kur është vendi i zhvilluar, kur gjysma e buxhetit është në komuna, kur gjysma e buxhetit është në projekte madhore, kur Kosova ka projekt makroekonomik. Komuna nuk i shpenzojnë këtë pjesë të buxheteve. Realisht, asnjëherë nuk munden t'i shpenzojnë. Asnjëherë, dhe realisht nuk do t'i shpenzojnë. Sepse buxheti i komunës mbushet edhe në tetor, edhe në nëndor, edhe në dhjetor, dhe ato nuk figurojnë në mbushjet buxhetore. Po edhe ato pak buxhet sa kanë pas, domethënë të gjitha ja ka marrë kontrata kolektive. Dhe janë shkaktar tash edhe komuna për mbylljen e vendeve të punës. Po, sepse ne e dim që për 4 vite ende nuk kam pa një rrugë duke përfundu. Kemi premtime... Kjo ndikon edhe bizneseve dhe... Por realisht nëse... Pe bëj shembull vetëm 3 shkolla nëse ndërtohen në një komunë. Aty do të ketë ndërtues të kontraktimit privat, do të ketë blerje të materialeve, po të kontraktimit privat. Do të ketë kompani që janë për fazat ujë, pjesën e impianteve, pjesën e betonit, angazhon inxhinier, angazhon arkitekt, pjesën e projektimit. Domethënë krejt këta marrin pjesë buxhetore. Atë projekt qoftë 1 milion, ai multiplikohet në mbi 100 vendet punës. Dhe ato 100 vendet punës gjenerojnë tarna, gjenerojnë paga, gjenerojnë konsum. Kosova sot ka nevojë për konsum. Sot jemi duke e marrur dritën e gjelbërt të punës 4 vjeçare. Sot jemi të e marrë dritën e gjelbërt të humbjeve të vendës të punëve. Sot është shkaktari migrimi. Ja kjo është migrimi, ja kjo është inflacioni. Dhe ende nuk kemi pa asgjë. Nëse vonohet, kemi vonesa institucionale. Këto vetëm do të filluan. Domethënë e mira e krejt kësaj që Kosova ka buxhet dhe ik recesionit ekonomik. Sepse mos të kishte edhe buxhet, Kosova sot do të ishte në recesion ekonomik. Ekonomistët e dinë çka është. Dhe ne jemi komod dhe nuk jemi përngut për asgjë. Domethënë edhe të mungojnë nga viti 2024 në vitin 2025 afër 120.000 vendet punës. A mund të flasim çka do të me bo qytetarët, cili është reagimi i duhur i tyre dhe pastaj institucionet? Realisht qytetarët reaguan, po jo në vendin e duhur dhe përkrahen këtë politikë. Për qytetar, mund të them, nuk kam mëshirë, nuk kam dëmshmëri. Unë vetëm dua t'ju tregoj sa do të paguajnë. Kanë reaguar. Por realisht na i patëm zgjedhjet. Por realisht qytetari ka një element. Unë për shembull kur del ti në votë ose unë, ne duhet të mendojmë pjesën buxhetore personale. Pa e dita aplikon vllau, motra apo kush është kandidat potencial për më mëdhej mu. Është buxheti. Thuhen nëse lexojmë libra ekonomike nga autor nga Izraeli, ata thonë që zgjedhjet janë buxheti dhe paga jam. Dua ta di nëse kam pas pagë 500 euro dhe për 4 vite mu ka bu 1.000 euro, pika e parë që do të vazhdoj të votoj. Pika e dytë, prej kësaj 1.000 euro sa kursej. Domethënë familjet kosovare vetëm duhet bëjnë dallimin. A mund të shkojnë në një piknik mujor? A mund të shkojnë në pushime? A mund të investojnë për not? A mund të bëjnë një dhuratë të çmueshme shkollë, trajnim ose kurs për fëmijë? Edhe mund të them, 80% e familjeve, nëse përballen me një smundje të rëndë familjare, qofshin pjesës, mos të përmendi, kanceroze, sa mundemi ne të përballojmë? E din sa është numri i kërkesave për shërim jashtë vendit, që ne nuk i realizojmë kërkesat e shërimit në Kosovë. A janë këto faktore ekonomik? A quhen këto investime kapitale? A piqojnë këto rritje ekonomike? Tani po pyesim 116.000 vetë. Qytetari i Republikës të Kosovës është duke shku jashtë vendit me fillu jetën. Sepse këto kam bërë një komoditet që këtu vetëm bjetër. Edhe pak për muin tjetër.
edhe pak për muajin tjetër. Pse? Sepse 70% e pagës shkon në konsum, në ushqim, në energji, edhe në obligimet institucionale. Rritja e energjisë, rritja e tatimit në pronë, rritja e tatimeve tjera për cilësi institucionale dhe rritja e shportës konsumit dhe mos rritja e pagës, sepse këto duhet shkojnë paralel. Paga mesatare, pjesa e koeficientit, rritja e koeficientit, me rritjen e inflacionit. Çdo pensioner, çdo i punësum dhe çdo i punësum në institucione shtetërore ka të drejtë me padita kërkon humbjen nga inflacioni. Sa është numri atyre padive? Domethënë Kosova ka mbërri. Kosova ka mbërri në atë nivel që dhe pensioneri i Republikës Kosovës që jemi të folë për 120 euro, ta kërkën inflacionin 12%, çka ja ka marrë shteti për 2 vjetë. E krejt është 200 euro. Si shkurtimisht, mendoni që do të ketë përmirësim të kësaj gjendje? Realisht me këto institucione dhe me këta udhëhec, nuk pres asgjë. Vetëm pres vazhdimin e kësaj, që aq dinë dhe aq bojnë. Dhe nuk i nxo fajtor, sepse janë të papjekur profesionalisht. Dhe nuk kërkojnë mendime, kanë ignorancë të lartë, nuk janë bashkëpunus. Nuk është marrë me thonë nuk di dhe fton këshilltar. Sepse po t'i shikosh këshilltarët i kanë plot. I kanë 30 këshilltar, 20 këshilltar, si cila ministri. Po çka janë benefitet e tyre? Çka i ofrun vendit mbi benefitet e tyre? Domethënë kemi persona jo adekuat, kemi persona politik jo profesional. Kosova sot udhëheqet në digastere me persona politik, jo me persona profesional. Dhe ky është rezultati. Çka do të veprojmë? Ne i kemi pas 3 shtrirje që unë javë kam kërku. Ndryshimin e politikave fiskale. Me ndryshimin e politikave fiskale, ndryshojnë edhe normat tatimore. Ndryshojnë normat e përfitimit. Çmimi tavan shkojnë kushtetuese, e arsytojnë në çmimi tavan. Në konkurrencën e lirë. Ti, biznesmenit nuk guxon me i thonë, ky uji këto duhet shitet 5 euro. Nëse më të vërtet ky uji është rruks. Unë e shes edhe 10, edhe 20, se kam kërkesë. Dhe kuptohet, qëllimi i biznesmenit është të përfitoj. Po në rast se ti qet embargo se zguxon me fitu 20%, atëherë ti bën shkelje ligjore. Sepse as nuk e ke stimulu, dhe as nuk është organizate juaja, dhe as nuk është ndërmarrje publike. Në ndërmarrje publike veprës si dush, sepse janë të shtetit. Në sektorin privat i zguxon me prek. As me luftu, vetëm ki drejt. 2 tatime. Janë pjesa e të vëshës dhe tatimit fitim. Kosova dhe ligjet e saj dhe inspektorati dhe e shë. Inspektorati kanë dalë në çfarë kontrolle mund të bëjë inspektorati përveç nëse ka kontrollit monopolit. Nëse ne kemi marrëveshje për monopol. Atëherë ne e kundërshtojmë, për ndryshe asnjë marrëveshje nuk i shkon. Po nëse ne i thojmë biznesmenit, nëse këtë produkt e ki nga Kosova, nuk ki 18%, dhe nëse e shet me 20% fitim, nuk ki as tatim fitim. Po vetëm e ki tatimin mbi qarkullim fund vitit. Shihe sot do të zhvillohet industria e Kosovës. Po nëse i thu biznesmenit, me shtet, me ligj, nëse fiton mbi 40%, 25% është tatimin fitim. Nëse fiton 100%, 70% është tatimin fitim. Veç apo dën me fitu. Do të thotë edhe stimulimi pak edhe të ana e bizneseve. E di që jemi politikat fiskale janë ato që e disciplinojnë. Edhe të bërit biznes, edhe jetesën, edhe shportën e konsumit, edhe të bërit ekonomi. Se jemi krejt në minutat e fundit, faleminderit shumë për kohën, e di që ka shumë për me diskutu këtë çështje, edhe di që edhe po ashtu ka qenë interes të qytetarëve, për atë arsye edhe e kemi zgjatë bisedën apo këtë temë të bisedës. Faleminderit shumë, kënaqësi që ju patëm në studio. Uroj që t'ju kemi edhe herave të tjera. Faleminderit, lutemi për ndonjë projekt madhor. Uroj që t'jetë ashtu. Tash do të shkojmë direkt te recita lindës, pastaj takohemi pas të edicioni të lajmeve të orës 9. Di që sot kemi pas TV Fjalë Kryes dhe kemi kalu këtë minutazh, megjithatë do të me që të Fjalë Kryeshin, ta sjellim në pjesën e fundit të emisionit mëngjesit. Unë jam këtu për me ju tregu.